Me vetura civile dhe zyrtare, njësia anti-kontrabandë doganës së Kosovës në vazhdimsi gjatë vitit 2025 ka kryer aksione në 4 komunat veriore, përfshirë vijën kufitare me Serbinë. Ca kishin rrugët ilegale të cilat lidhin Kosovën me Serbinë. Një aksion i koordinuar me policinë e Kosovës rezultoi me konfiskimin e disa veshjeve me mbishkrime nacionaliste, pije alkoolike dhe gjësende të tjera, që ju gjetën pronarit të këtij marketi në Leposavić afër kampit të Kforit. E aksionet të ngjashëm pati edhe përgjatë kufirit me Serbinë, ku njësiti anti-kontraband vëzhgon nga pika zero çdo lëvizje të dyshimt që mund të vijë nga shteti fqin. Vetëm për gjatë vitit 2025, rreth 3.9 milion euro është vlera e parandalimit të kontrabandës në komunat veriore. Gjatë vitit 2025, njësitë antikontrabandë të doganës së Kosovës kanë zbuluar dhe kanë parandaluar kontrabandimin e mallrave në vlerë prej 3.9 milion euro. Këto raste përfshin mallra të futura pa deklarim, me deklarim të rrem, apo duke shmangur plotësisht procedura doganore. Pastaj në nivel të përgjithshëm, në të njëjtin vit, dogana e Kosovës ka sekuestruar mallra të kontrabanduara, të pa deklaruara apo të deklaruara në mënyrë të pasaktë në vlerë mbi 14 milion euro. Arbenita Shala, zëdhënëse doganës thotë se stabiliteti dhe rritja e sigurisë në 4 komunat veriore ka bërë që ky vit të jetë më efikas në parandalimin e kontrabandës. Parandalimi i kontrabandës në veri të vendit ka paraqitur sfida të vazhdueshme ndër vite, megjithatë gjatë vitit 2025 vëret një përmirësim gradual falë rritjes së kapaciteteve operacionale dhe forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional. Por disa sfida kyçe vazhdojnë të mbesen, siç janë rrjetet lokale të mirë organizuara të kontrabandistëve, të cilat njohin në detaje terrenin dhe përshtaten shpejt ndaj masave të reja të kontrollit. Është përdorimi i rrugëve alternative dhe korridoreve pyjore, të cilat nuk është e mundur të mbulohen fizikisht nëse ka të shtatë, pavarësisht rritjes së prezencës së doganierëve dhe pjesëtarëve policor. Por, çfarë gjësende parandalohen nga dogana e Kosovës dhe cilat zona përdoren më së shumti për kontrabandë? Të dhënat e vitit 2025 tregojnë se mallrat më të shpeshta që konfiskuan janë produktet ushqimore dhe pije, si pijet energjike, produkte mishi, produkte bylmeti, pastaj janë duhani dhe cigaret të ndryshme, si duhani grir, cigare pa banderol, me banderol, janë barna dhe produktet mjekësore, domethënë barnat pa banderolla të Republikës së Kosovës, janë produktet kozmetike, produktet estetike si botox të ndryshëm, pajisje mjekësore të padoganuara e tjera. Rol kyç në luftën kundër kësaj dukurie ka dhe policia e Kosovës. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Vetan Elçani thotë se edhe këtë vit shumë aksione kanë rezultuar pozitive. Sipas Elçanit, kontrollet e shpeshta dhe planet operacionale kanë bërë që kontrabanduesve tu pamundsohen zonat të cilat i kanë frekuentuar kontrabanduesit. Krejt kjo sipas tij ka ardhur pasi që janë mbyllur mbi 60 rrugë ilegale përgjatë kufirit Kosovë-Serbi. Kemi pas raste të ndryshme të kontrabandës me mall i cili shkon në drejtim të Serbisë ose kundërta. Në të gjitha rastet kemi reaguar, policë kemi të mjaftueshëm, pika të mjaftueshme, konsiderohet që janë diku rreth 64 rrugë ilegale të cilat kanë qenë funksionale, shumica prej tyre janë mbyll nga ona jon, kontrollohen të tjerat, kështu që ne konsiderojmë që jemi në rrugë të duhur. Në gjithë Kosovën, përgjatë vitit 2025, vlera e parandalimit të kontrabandës ka shifrën rreth 14 milion eurove.